Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin vjetor për shenjën e peshqeve. Çfarë ndodh me shenjën e peshqeve dhe ku ndikohen dhe ndikimet sa janë në çështjet e punës ose të karrierës, sa janë të favorizuar dhe ku do të bëjnë kujdes. Por pas se të filloj me parashikimin e kësaj shenje, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, kemi faqen Ros shkon atje. Atje do sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju interesojnë në përgjithësi për sa i përket parashikimeve personale. Dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, i ndiqni hapat dhe jeni gati për të dërguar mesazhin në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve në pyetje përgjigje. Tani pa humbur kohë. Fillojmë me shenjën e peshqeve për 2026. Fillojmë me hyrjen e 2026, çfarë ndodh dhe çfarë ndikon, pastaj do flasim për muajt me radhë. Për sa përket 2026, juve të shenjës së peshqeve keni një ndikim mjaft të mirë, sepse viti 2026 është për juve peshqdashur një vit për ndikime të mëdha dhe çështjet praktike. Ajo çka do të keni është se Neptuni që vazhdon kursin e tij në shenjën tuaj, intuita, imagjinata, nevoja dhe ndryshimet lidhur me diçka më të madhe se jeta e përditshme forcohet. Megjithatë, kjo nevojë ju vë përballë edhe me sfidën e ndarjes së vizioneve dhe iluzioneve, veçanërisht në muajin e parë të këtij viti, në këndin që bën afërdita Neptuni dhe Mërkuri Jupiteri, intensifikojnë emocionin dhe dëshirinë për sa përket një udhëtimi, një rrugtimi, për sa përket relaksit dhe dashurisë së munguar. Gjithashtu, Marsi dhe Saturni do të thotë në muajin shkurt ju kërkon të forconi qëndrueshmërinë tuaj përballë vështirësive dhe të shikoni çfarë do të bëni në vazhdimsi, në sfidat e juaja. Për sa i përket presionit që keni ose çështje të mëdha me Saturnin dhe ndikimin e madh, do thotë në një farë mënyre metodika juaj është mjaft e qëndrueshme. Edhe pse do të keni shumë gjëra të mëdha në çështjet e punës edhe të vendimeve që do të merrni. Viti 2026 është një vit vizionesh, por edhe zbatime të mësimeve tuaja në praktik. Saturni në konstelacionin tuaj për pjesën më të madhe të vitit ju kërkon të pikeni dhe të merrni përgjegjësi për që të hyni në strukturat që fillimisht mund t'ju kufizojnë, por t'ju fuqizojnë në çështjet, në proceset të ndryshme që juve keni dhe t'ju ndihmojnë në ato çka juve jeni dhe doni të arrini. Ndërsa afrohet fundi vitit, këndet më të forta që bën Neptuni dhe Saturni sjellin përsëri pyetje rreth asaj cila është e vërteta juaj dhe çfarë duhet të lini pas dore në mënyrë që të krijoni hapësirë dhe diçka të re. Viti përfundon me një ndjenjë pastrimi dhe rruga juaj fitohet me djersën tuaj, me të drejtën tuaj dhe jo vetëm kaq. Në fushën e emocioneve, viti 2026 ju ofron nevojat dhe dobësitë më të thella në marrëdhënien tuaj. Muajt e parë që kanë bënë shumë me lidhjet e reja, me punën tuaj dhe vendime që mund të merrni. Më shumë të përkushtuar do të jeni në fushën e punës suaj dhe të profesionit ekonomiko-financiar, sepse kjo ndodh për arsye të aspekteve të këndeve që bëjnë planetet dhe u jepet një mundësi në çështjet e financave që kërkon menaxhimet e brendshme dhe tendencë për të rregulluar, stabilizuar gjërat e mëdha ekonomiko-financiare. Gjithashtu ka të bëjnë me çështjet e pazgjidhura në kohën e duhur për financat, mënyrën e organizimit për të hedhur themelet e forta për vitin 2027, siç lidhet me shëndetin, lidhet me mirëqenien. Shëndeti do të ndikohet fuqimisht dhe prania e Saturnit në shenjën tuaj ju imponon dhe jo vetëm disiplinën, por edhe ndryshimin e madh që ka të bëjë. Ajo çka do të keni mundësi është shumë e rëndësishme të shmangni teprimet dhe vendime që mund të merrni. Besoni në praktikat dhe rivendosjen e ekuilibrit dhe mendimit tuaj që do të keni. Ajo çka do të shikohet në vjesht, në një kënd që bën Saturn Neptun, ekziston nevoja për rikuperim dhe çështje të mëdha që do të keni në punën tuaj. Dhe kjo nuk diskutohet se keni edhe mundësinë për të arritur qëllimin tuaj. Viti 2026 kërkon një ekuilibër midis ëndrrave dhe realitetit. Për sa i përket peshqeve me Neptunin që vazhdon kursin e tij në
në shenjën tuaj dhe Saturni që ju shtyn të përcaktoni veten tuaj. Busulla juaj e brendshme ka nevojë për ripërcaktime dhe kohë që kërkon seriositet dhe vizione të qarta. Përqafojeni disiplinën si një mjet të lirë. Edhe pse Saturni mund të duket kufizues, në të vërtet ju jep strukturën që nevojitet për të bërë vizionin tuaj realitet. Ajo që do të keni, do të shikoni sepse jeni shumë realist dhe sigurisht dhe më të fortë që do të ndjeni në sfidat e vitit. Qëndroni aty që keni me kontaktet dhe kuptimin e thellë të njerëzve që do t'ju ofrohen në fakt në lidhje me punën tuaj, sepse jeni të drejtë dhe ofrim dhe do të keni edhe shumë mundësi disa oferta shumë të rëndësishme. Viti 2026 ju shtyn të kuptoni se cila modele ju shërbejnë dhe cilat jo. Transformimi nuk është i lehtë, por sjell mençuri dhe qartësi të brendshme. Besoni në të procesit që mos harroni se fuqia juaj e vërtet qëndron në lidhjen e shpirtit tuaj dhe ndikimin dhe kryesisht për juve të shenjës së peshqve për vitin 2026 i keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të zhvilluar dhe ndryshuar gjërat e juaja që keni në dorë tani. Fillojmë tani me muajt me radhë, ndikime që kanë të bëjnë, mundësitë që do të jepen për sa përket vitit 2026. Fillojmë me muajin e ndryshimit dhe muajin e vendimeve që do të merrni, që fillojmë me muajin janar 2026. Janari fillon me një dinamikë intensive planetare pasi aspekti këndi pra Merkur-Jupiter vepron si mbrojtës për të menduarit dhe ndikimin e mirë të gjërave të mëdha që do të vinë për juve të shenjës së peshqve në punën tuaj, në karrierën tuaj. 15 i dytë është shumë favorizuar, është ndikues dhe në kontakte që do të keni nuk ka shanse të humbisni, por vetëm të fitoni. Në fushën profesionale, sidomos, janari ju jep mundësinë sepse do keni mundësinë më të mirë në komunikim. Idetë tuaja mbajnë peshë dhe mundësi të arta që do të keni. Është një muaj që mund të keni që të hapen dyert, për sa kohë që organizimi dhe mundësitë ju hapin themelët krijuese në kohën e humorit dhe midis frymëzimit dhe rregullimit. Është diçka shumë e madhe, është diçka shumë pozitive dhe krejt normale për gjërat e mëdha që keni. Muaj i shkurt. Shkurti karakterizohet nga një energji më kufizuese për shkak të këndit Mars-Saturn, i cili bën thirrje të ushtroni disiplinë dhe të përballeni me ato që mban ndikimin dhe mundësinë, por për një mijë arsye disa vonesa mund të ndodhin, por për juve nuk ka problem. Durimi dhe qëndrueshmëria janë aleatët e juaj në një nivel personal. Marrëdhënie emocionale që mund të shqyrtohet përmes nevojave dhe kufizimeve që keni, mund të ndjeni nën presion për të shprehur atë që ju rëndon ose për dëshirat dhe kërkimet e ndikimeve të mëdha që do të keni. Qartësia, ndershmëria do të ndihmojnë të shmangni keqkuptimet. Financiarisht dhe profesionalisht, shkurti nuk favorizon lëvizjet ose rreziqet e nxituara, që është shumë të kufizoni shpërdorimin dhe të përqendroheni në stabilitet. Nëse keni dyshime për një propozim ose investim, është më mirë të prisni për një pamje më të qartë sesa të esni përpara me informacione të pamjaftueshme. Pra shkurti gjithmonë ka qenë dhe është i vështirë në marrje vendime sepse ka shumë gjëra të paqarta, prandaj keni kujdes. Muaji Mars shënon një fazë dinamike, transformimi me kundërshtimin e Jupiterit dhe Plutonit që aktivizon çështjet e pushtetit, kontrollin e ndryshimit. Për ju të shenjës së peshqve, kjo është një kohë pashmangshme, sepse çdo gjë funksionon që duhet të transformohet dhe gjithmonë gjërat e këqija duhet të braktisen. Konflikte që mund të vinë, por ato janë mundësi për të sqaruar dinamikën e jetës suaj, marrëdhënien me partneritetet, çështjet e gjërat në themel, jo sipërfaqësore, sepse gjërat e paqëndrueshme nuk kanë kohën e tyre në jetë gjatësi, dhe kjo do të vihet në provë. Disa mund të shpërblehen, mund të shpërbëhen për sa përket punës ose diçka që nuk janë në rregull, ose keni firmosur një dokument dhe kjo del me sipërfaqe dhe e drejta do të triumfojë nga ju. Sepse zbulesat sjellën të pasakonta të njerëzve të ndryshëm do të kuptojnë sepse diçka nuk po shkon me ata dhe nuk po përfitojnë ata në krahët e juaja. Prandaj Marsi, miqtë e mi të shenjës së peshqve, duket se sjell disa ndryshime, mos keni frikë nga të hiqni dorë nga ato, sepse gjithmonë do jeni më mirë akoma dhe në çështjet do të keni lirinë më të madhe, do të keni njohurinë më të madhe, sepse juve meritoni vërtet. Muaji Mars është muaj i zbulimeve të skandaleve që kanë bërë ndaj jush, po dhe të gjithë shenjave. Muaji Mars është mjaft dominues në skandalet që do të bëhen edhe ato që do priten në fushën e ligjit. Muaji Prill ju fton të planifikoni rrugët tuaja të reja me hapa realist.
Këndi i Uranit dhe Saturnit që ofrojnë një shtysë për ripërtëritje, ashtu dhe nevojën për stabilitet. Planet tuaj mund të kenë dhe i mundësi për ekuilibër, sepse originaliteti, kozjatja, nëse keni mundësin për punën tuaj, një firmosje dokumenti në muajin prill, nuk do ishte keq të realizohet. Ajo që është më shprill dhe koha më e mirë tani është ndeshmëria komunikimi që mund të hap tyret e jetës suaj në të ardhmen të afër. Muaji maj. Maj sjell energji për të ndryshme në komunikim, reflektim dhe ide tuaja. Këndet më të mira që kanë bëjnë, aftësitë për shprehur dhe për mbajtur një herë e mirë për gjithmonë punën tuaj. Maj është muaji më i mirë i shërimit dhe i dhënies së energjisë pozitive që ju jep fleksibilitet, ju jep mundësi, ju jep drejtësi në marrëdhënien tuaj. 15 ditë i parë i muajit maj lejon të rinovoni lidhjet dhe frymëzimin e ndërshmërisë suaj dhe ka diçka shumë të madhe në këtë muaj sepse është muaji më vendimtar dhe më pozitiv i qenë ndonjëherë në stabilizime dhe çështje të tjera, por duhet të qëndroni me këmbë tokë. Ajo që duket shumë e ëmbël është ose e lehtë mund të fshë boshllëqe, prandaj do keni kujdes në ato çka juve doni të bëni dhe të realizoni. Muaji qershor. Muaji qershor, miqtë mi të dashur, qershori sjell intensitet dhe thellësi pasi aktivizimi i Plutonit drejt fundit të muajit ju vë përballë çështjeve që jeni përpjekur të shmangni. Marrëdhëniet, vlerat ose qëllimet tuaja mund të ndryshojnë në forma nga më të ndryshme dhe kjo do thotë në nivel emocional. Muaji kërkon që ju të shikoni brenda vetes dhe të pranoni ato që ka nevojë për pastrimin dhe ndikimin e madh shpirtëror. Kjo nuk është një kohë që të themi të bëjmë të gjitha, por të nisim diçka me themel dhe me të drejtë, sepse për të lënë më janë ato që na kufizon, financiarisht ose profesionalisht. Qershori ju kërkon të mos bëni lëvizje të nxituara. Është një kohë për të stabilizuar dhe organizuar e jo për të hapur kapitull të rinj nga e para, sepse koha nuk pret dhe koha është ajo që na mëson, na shëron plagët e së shkuarës. Muaji korrik karakterizohet nga këndet e Marsit që rrisin tensione dhe konfliktet. Mund të ndjeni një presion në vetveten tuaj për të vërtetuar vlerat tuaja ose për të ndarë nga njerëz që nuk respektojnë nevojat tuaja. Impulsivisht, kjo ka të bëjë shumë. Nëse ruani qetësinë, jeni të fituar. Nëse juve nuk dëgjoni njerëzit që nuk ju përkasin, jeni më të pastër dhe më të drejtë për veten tuaj. Ato që do të keni vështirësitë, mundësitë, dijen dhe gjërat e tjera mbi të gjitha është ajo çka do të shkoni, ku do të shkoni dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në punën tuaj, në karrierën tuaj, sepse fusha profesionale, personale është e juaja. Korriku mund të sjellë përballje ose antagonizëm. Pak rëndësi ka. Rëndësishme është të përballeni me integritet, në vetëdijshmëri, pa harruar parimet e juaja. Se çfarë thonë të tjerët është punë e tyre, çfarë thoni ju është ajo çka doni të bëni. Tra koha tregon që është mundësia dhe korrektësia juaj në fushën e karrierës dhe dashurisë. 15 ditë i dytë i muajit korrik është më ideali dhe më perfekti i qenë ndonjëherë. Muaji gusht. Gushti do të thotë ofron një periudhë ndikimi dhe një ndikim shumë i madh sepse mund të riorganizohen dhe të rivendosen ekuilibra në jetën tuaj, ekuilibra në çështjet e juaja, në shëndetin tuaj dhe çështjet më të mëdha që kanë bënë në karrierë dhe në qëndrueshmëri. Në marrëdhëniet e juaja do të thotë një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, duke pasur parasysh periudhën, kohën, ndryshimin, vendimin, marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, dhe kjo do të thotë mundësi, jo përmes fjalëve të mëdha, por përmes të drejtës dhe dialogut. Se kjo do të thotë mundësi më e mirë e mundshme dhe koha perfekte që është përcaktuese. Në fushën e dashurisë sidomos ka të bëjë diçka tjetër, që nëse është edhe momenti më i mirë i mundshëm dhe më korrekt nga ana juaj, dhe kjo do të thotë një kohë e përshtatshme. Muaji shtator, shtatori do të thotë me qëse Saturni që rikthehet në nevojën për seriozitetin tuaj merr një formë tjetër, sepse vera e kaluar dhe tani që ju e keni mundësi në fillim të vjeshtës, duhet të mbështeteni me qëndrueshmëri dhe realizëm. Është një muaj ku përgjegjësitë rriten. Në marrëdhënie, stabiliteti vjen përmes veprimeve. Dashuria nuk mjafton vetëm, ajo ka nevojë për qëndrueshmëri dhe veprim që krijojnë besim, sepse shtatori është muaji më i mirë i mundshëm për lidhjet e reja, për lidhjet e vjetra, që të qetësoheni, që të rishikoni, të rifilloni diçka të re në jetën tuaj ose konsolidimin e saj që ka filluar tash, riparimin dhe vazhdimsinë drejt së ardhmes së ndritur. Muaji tetor. Tetori përforcon nevojën për ristrukturim dhe
kufi të qartë pasi këndet e muajit që shkarkojnë disa kriza të vogla ose disa gjëra problematike që mund të keni pasur më përpara. Për ju të shëshë peshqeve, kjo do të thotë se duhet të përcaktoni se çfarë pranoni në marrëdhënie dhe në jetën tuaj, jo me frikë, po me vetdije. Në marrëdhëniet personale, konflikte të pazgjidhura që kërkojnë zgjidhje, ka të ngjashme të vinë me disa dilema, por janë diçka që juve jeni me ndershmëri dhe keni etikën. Në botën profesionale, tetori kërkon që ju të përballeni me detyrime dhe zgjidhje në fushën që keni lënë pezull për një kohë gjatë. Është koha tani që të vini forcat dhe vëmendja ndaj detajeve dhe qëndrueshmërisë do të bëjë diferencën. Do shikoni që tetori është muaji më ideal, edhe pse i fort në ato që pritet, por shumë ideal në ato që rregullohet dhe stabilizohet. Muaji nëntor. Nëntori duket se këndet që bëjnë përforcojnë nevojën dhe ato që prisni, ato të brendshme, përvojën tuaj. Është një periudhë ku koha ka treguar që juve dini shumë mirë. Dhe jo vetëm kaq. Kjo periudhë nuk është luks, por domosdoshmëri. Duhet të lejoni dritën depërtojë në anët tuaj më të errta dhe të shirojnë ato. Në marrëdhënien tuaj ka të ngjarë të kërkohen një diçka e re ose një lëvizje nga një qytet tjetër, nga një shtet tjetër, në mesin e nëntorit. Ka diçka shumë të madhe, sepse lidhet shumë me dashurinë, me financat, me profesionin, se nëntori është i përshtatshëm për të bërë dhe një bilans në vizionin dhe të ardhmen tuaj të shpejtë, sepse për të tërhequr dhe për të arritur në finish, për të përgatitur me fillime të reja, është koha juaj dhe momenti më ideal. Muaji dhjetor. Dhjetori mbyllet me aktivizime dhe intensive planetare që nxjerrin pa fundin e një cikli dhe një ndryshimi shumë të madh që mund të ketë në anën e takimeve dhe e bisedimeve, që do të thotë mundësi, do të thotë realitet. Por në anën tjetër, duket se analizat e bëra dhe profesioni financiar në muajin dhjetor dhe mundësitë të përfundimin e çështjeve të pezulluara për të përshkuar dhe për të nisur diçka të re në 2027, sepse është pamje e qartë zgjedhjet që bëni këtë muaj, nëse ka qartësi që ndryshmëri, do të formojë një themel të fortë në rrugën tuaj të re. Momenti dhe koha, drejtimi dhe ndryshimi, momenti që ka të bëjnë në anën tuaj, muaji dhjetor është muaj i pastërtisë, i qetësisë dhe i vendimeve të rëndësishme që juve keni. Megjithatë, nuk ka vend për të shqetësuar sepse kjo periudhë është mjaft vendimtare në lidhje me atë çka keni, me atë çka jeni në anën ekonomike dhe në disa ndryshime që do të keni. Por megjithatë, është periudha dhe kjo periudhë do të shikoni që udhëzon në ato çka doni të bëni dhe në anët të tjera që do të keni tani e tutje ku çdo gjë është në dorën tuaj dhe çdo gjë arrihet fal zgjuarësisë maturisë suaj për sa i përket punës dhe karrierës suaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment dhe periudha që juve keni. Por në ndikimin që kanë bëjnë dhe mundësitë që jepen për sa i përket këtij muaji dhjetor, duket se ka të bëjnë në lidhje me takime, lidhje me vendime, në lidhje me ndryshime dhe kohën e duhur për nisma të reja që kanë të bëjnë në anën tuaj. Çështjet e tjera që ka të bëjnë për nismat dhe dashurinë e munguar ose për parat ose për ndryshimet, për shpejtimet dhe gjërat e tjera, është momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht këtij muajit dhjetor dhe parashikimi i vitit për juve të shenjës së peshqeve të 2026. Por para se të ndami bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje dhe atje mund të shikoni dhe çfarë juve dëshironi të dini mbi gjërat e juaja. Dhe më pas e keni mundësinë dhe kohën e duhur për të parë dhe rishikuar gjërat e juaja në anën tuaj. Pra, duke zgjedhur paketën tuaj dhe përkatës, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Përsa përket juve që doni parashikime në detaje, parashikime ditore, momentale, kemi membership, pikërisht është kjo këtu, membership do të thotë mund të abonoheni dhe në çdo moment që të keni për shembull bashkimin e javës, një çështje, një datë, një diçka të rëndësishme, e keni juve dhe ju përket juve. Nga Unë Rupulla, ju uroj më të mirën e mundshme, një vit të mbar të begat në çdo aspekt të jetës suaj. Nga Unë Rupulla, gjithë mirat.